Miq të dashur të ora 24.tv dhe almakos.com, përshëndetje. Jemi edhe në një podium në mediat tona për të biseduar si zakonisht për çështjet më aktuale. Sot do të flasim me Ministrin e Shëndetësisë nga radhët e Vlerës, zotin Azir Aliu. Ministër, përshëndetje dhe mirëseardhët. Faleminderit për ftesën në podium. Mirë se u gjeta. Besoj që do të jetë një podium interesant sepse njëherë faleminderit, kjo është era e parë që ju jeni mysafir në podium. Është ende mision sezonën e parë dhe me të vërtet kanë qenë mysafirët e zgjedhur dhe do të vazhdojnë të jenë të zgjedhur dhe do të jetë studia hapur për gjithë. Shpresojmë që së shpejti do të kemi edhe në debat, po kjo prej në sezonën e ardhshme, prej në shtator. Uroj të keni edhe shumë sezona edhe të keni shumë sukses. Faleminderit, minister. Ta nisim prej të shëndetësia. Çfarë po ndodh, pse vazhdimisht po del në një mini iniciativë për protesta, për pakënaqësi nga të punësuar, nga personat që janë pa kontrata, që me muaj nuk u janë bërë kontrata dhe kështu me radhë? Pikrisht në Ministrinë e Shëndetësisë, jo vetëm në shtetin tonë, gjithandaj në përbot, kemi çdo ditë raste që duhet të zgjidhen. Kush është dallimi ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë në vende jo të zhvilluara dhe jo mirë të planifikuara Ministritë e Shëndetësisë dhe në vende që janë të zhvilluara dhe mirë të planifikuara? Në vendet që janë të zhvilluara dhe mirë të planifikuara politikat në shëndetësi, kanë politika afatgjate që kanë zgjidhje dhe protokollet të zgjidhjes së problemeve. Te neve ngecim në këtë pjesë për fat keq me dekada Ministria e Shëndetësisë është menaxhuar ad hoc me politika duke zgjidhur problemin sot që ka ndodhur dhe pastaj duke pritur problemin e radhës. Pra, kështu ndodhen edhe sot, pasi që unë jam vetëm një vit ministër në shëndetësi dhe për këtë periudhë kam arritur që të detektoj ku janë boshllëqet në ministri dhe si duhet të menaxhohet ministria. Pra, për herë të parë kemi një qasje që ministrinë tani e menaxhojmë me një plan 10 vjeçar, ku kemi definuar hapat dhe protokollet bashkë për çdo problem që mund të ndodhë në shëndetësi. Që ndodhin, le të themi, probleme dhe kërkohen, ka procese që kërkohen në kohë reale të punohet dhe të jepin zgjidhje, kjo është natyra e ministrive të shëndetësisë gjithandaj në përbot. Por ama kur ke protokole shumë më shpejt dhe shumë më sigurt dhe me cilësi shumë më të madhe i zgjidh problemet. Ka funksionu pa protokoll kjo ministri? Njëra prej shtyllave të shtetit të shëndetësisë. Unë nuk kam gjetur ndonjë dokument i cili do të përshkruan protokollet për raste scenario të ndryshme. Unë nuk kam gjetur ndonjë dokument i cili do të jep një rrugtim 10 vjeçar të zhvillimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Duke filluar nga buxhetimi i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili është bërë në bazë të historisë, si ka qenë përpara 2-3 viteve, do ta bëjmë edhe këtë vit. Pra nuk ka pasur ndonjë formulë për matje dhe për nevojat ku dhe në çfarë pjesë do duhet të rritet apo të zvogëlohet buxheti. Gjithashtu, problem shumë i madh që lidhet me atë që më pyetet janë kapacitetet njerëzore. Pra, asnjëherë s'ka pasur një strategji për ngritjen edhe zhvillimin e kapaciteteve njerëzore në shëndetësi. Shëndetësia pa kapacitete njerëzore, pa motra medicinale, pa teknik, pa mjek, e keni të kot kush e di çfarë infrastrukture të keni. Ju mund të keni infrastrukturën më të mirë në botë, mund të keni teknologjinë më të mirë në botë. Nëse nuk e keni mjekun dhe motrën medicinale adekuat për këtë infrastrukturë, ju s'keni asgjë. Pra te ne është, për fat keq them edhe një herë, është zhvilluar një politikë të zhvillimit të kapaciteteve njerëzore ad hoc apo me dëshira politike. Pra është dashur të punësohet dikush, nuk është pyetur se si duhet të duket profili, po thjesht nëse është mjek, le të jetë mjek atje edhe pa ndonjë analizë të gjerë. Mos flasim për projektim afatgjat. Ne sot kemi raste ku kemi mjek në institucione që janë më shumë se sa duhen, në bazë të sistematizimit, dhe kemi mjek mangët në institucion tjetër. Pra është një strukturë e zhvillimit të kapaciteteve njerëzore pa ndonjë projekcion real. Pa plan real, pa analizuar. Ju paramendoni në ditën e parë në shëndetësi kërkova numrin e të punësuarve. Besoni që nga 3 burime të ndryshme unë fitova 3 numra të ndryshëm? Diçka bas. Ju hyni këtu në studio dhe i dini sa i keni të punësuar, sa i keni çfarë teknologjie keni. Ne në Ministrinë të Shëndetësisë nuk kemi ditur, unë s'kam ditur numrin e saktë të mjekëve dhe të motrave medicinale. Kur kam kërkuar nga institucione, nga statistika më kanë dhënë një numër, nga zyrat e ministrisë një numër tjetër, nga enti numër tjetër dhe në fund të ditës nga financat ku merren parë. Ti ke në fund të ditës një situatë që nuk e din çfarë kapacitete njerëzore ke.
Çka bëm? Për herë të parë, para mendoni pas disa dekadave, Ministria ka tani bazën me kapacitete njerëzore që tani në kohë reale, çdo ditë tani po të më pyetni, e di se sa motra medicinale i kemi dhe ku janë të punësuar, sa mjek dhe ku janë të punësuar. Është bërë një sistem Është bërë sistemi i cili tani po edhe azhurohet në kohë reale, po në database. Po më kjo është bazë. Kjo është hapi i parë që të menaxhosh me institucionet, me çdo institucion, kapaciteti njerëzor është shumë i rëndësishëm. Po mos ta keni kot. Ju si do të menaxhoni, si do të buxhetoni ministri nëse nuk e dini sa specialist do t'ju duhet. Sa të punësuar ka tash Ministria e Shëndetësisë? 18.375 i ka të punësuar në nivel të shtetit. Republikan. Po, kështu që në aty hyn tani kapacitetet të ndryshme, specialist, subspecialist, motra medicinale dhe teknik, sido që t'jetë. Don ky është hapi i parë që çdo ministër duhet të fillonte nga dita e parë me këtë informat. Me çfarë janë marrë kolegët para prak këtu, domethënë, nëse nuk e kanë ditë se çfarë resurse, qoftë teknike, qoftë humane kanë brenda institucionit. Pra, është menaxhuar në bazë, thash edhe një, në bazë të historisë. Nëse janë dashur 2-3 milion euro për një pillar, për një shtyllë në shëndetësi, përsëri janë projektuar të njëjtat. Duke marrur parasysh që shëndetësia ndryshon çdo ditë, si në aspekt të qasjes në shëndetësi, të dhënies së shërbimeve, në aspekt të teknologjive, por gjithsesi shumë e rëndësishme në aspekt të demografik. Sot qytetarët tonë janë, domethënë populli jonë është më i vjetër se sa ka qenë para 10 viteve. Automatikisht me vitet, me moshën, të ndryshon edhe demografia edhe struktura shëndetësore në popullat. Pra, mosha sa më e vjetër, keni smundje të ndryshme që lidhen me moshë, që lidhen me aspektet të ndryshme të cilësisë së jetës dhe kështu me radhë. Pra, shëndetësia është shumë dinamike dhe për të ndjekur dinamikën e dhënies së shërbimeve në kohë reale, në përputhje me nevojat, duhet ta ndiqni në çdo aspekt. Si në aspekt të teknologjive, të infrastrukturës, mos flasim për decentralizim. Gjithçka sot, për fat keq, për çdo smundje shumë të vogël që mund të trajtohet në nivel primar apo sekondar, qytetarët janë të obliguar të vinë deri në Shkup në nivel terciar. Dhe 70% të qytetarëve, të pacientëve në klinikën Nën Tereza, janë pacientë të cilët nuk duhet të trajtohen aty. Duhet të trajtohen në nivel sekondar, pra në qytetet ku ato jetojnë. Çka bëjmë tani? Bëjmë decentralizimin e dhënies së shërbimeve njerëzore, shërbimeve klinike shëndetësore. Për ta bërë këtë, kam kërkuar nga çdo drejtor të bën analizë funksionale të institucionit. Pse na duhet kjo? Në bazë të analizës funksionale, ne do të dimë edhe sistematizimin e institucionit ta bëjmë dhe do të dimë çfarë shërbime japim. Kemi shumë raste ku shërbimi i njëjtë jepet në 2 institucione shëndetësore që janë shumë afër. Dhe rasti tjetër që asnjë shërbim shëndetësor nuk jepet në asnjërin prej atyre. Pra qytetari për një shërbim shëndetësor ka zgjidhje ndërmjet 2-3 institucioneve dhe për tjetrin s'ka as pak zgjidhje, do duhet të shkojë në qytet tjetër apo të vjen deri në Shkup. Pra ky disorganizim, kjo jo balansim i dhënies së shërbimeve njerëzore, të kapaciteteve njerëzore dhe të infrastrukturës na ka kushtuar që sot shëndetësia të jetë këtu ku është. Çfarë ju do të flasim edhe për një vjetorin e menaxhimit që ju e keni bërë në ministri, se dje veç më e promovuat ato. Mirë po, prej ku ju do të prej këtij momenti do të tregua gjendjen faktike tash, cilat janë hapat më të rëndësishëm që jeni duke punuar, që të bëni një balans, të organizoni mirë resurset njerëzore, të investoni më shumë në aparate dhe në kushte më të mira për mjekët, për kirurgët, për pacientët dhe kështu me radhë, dhe për të pas shërbim sa më të mirë për pacientët. Pra, nëse më pyetni pas një viti. Cilat janë hapat kryesorë? Nëse më pyetni pas një viti si duke shëndetësia, do të kishte qenë shumë e pandershme që unë të them shëndetësia sot është ndryshe nga përpara një vit. Çka ka sot ndryshe në shëndetësi, po të krahasojmë dhe të bëjmë komparacion me një vit përpara, ka këtë qasje që e thash. Tani i dim ku i kemi boshllëqet, e dim ku janë nevojat në shëndetësi. I dim diagnozat, e dim diagnozat. Nga ana tjetër, kemi një rrugë, kemi një qëllim, kemi një strategji se ku duhet të arrijmë. Dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme. Pra, kemi bazën se si duket dhe se si duhet të duket shëndetësia. Tani kemi bërë, për herë të parë bëhet strategjia për digitalizim në shëndetësi. Pra, shëndetësia duhet të jetë e lidhur ndërmjet institucioneve, mos lëviz qytetari me CD-jat dhe folderat në dorë dhe të shkon nga një institucion shëndetësor në tjetrin.
Pra, çdo kundi në botë të dhënat e ndjekin pacientin. Pacienti nuk i çon të dhënat tek mjeku. Pra, mjeku duhet ta pranon pacientin dhe me një qasje në sistemin qendror shëndetësor duhet i ketë të gjithë informatat për gjendjen shëndetësore të pacientit. Dhe këtë e bëjmë për herë të parë, me një strategji nacionale digjitale, që do të bëjmë interoperabilitetin apo lidhjen e çdo institucioni në një rjet. Në një rjetë e cila, pasi që në fund të ditës shëndetësia është edhe institucion, është një struktur kritike në çdo shtet në nivel botror, dhe ne tash krijojmë një sistem i mbyllur, i lidhur ndërmjet institucioneve shëndetësore, ku qytetari do të shkon tek mjeku dhe nuk do të mendon e ka apo nuk e ka një dokument që mjeku do t'ja kërkon pasaj për ta lexuar. Kjo është puna e parë që e bëjmë. E dyta, regionalizimi. E dini që tani e dim se në çdo qytet duhet të rinovohet diçka, por jo në çdo qytet duhet të ngritet një institucion, një klinike kështu me radhë. Pra kemi regionalizimin në nivel të shtetit me strukturë të organizuar të dhënies së shërbimeve. Pra kemi tani për herë të parë investojmë në Tetov për shembull 74 milion euro që të bëhet spitali Tetov spital regional, të jep shërbime regionale. Për rajonin e Pollogut. Për pjesën e Pollogut. Në Kërçov 22 milion euro që t'jep shërbime në nivel të shërbimeve sekondare, të shëndetit sekondar, në Kërçov dhe në rrethin. Në Shtyp gjithashtu, pasi që edhe është investuar atje, ajo është pak më përpara si projekt, se brenda 10 viteve kam pasur investime atje, do të bëhet gjithashtu qendër për atë pjesë të shtetit tonë, të vendit. Pra, kjo është ajo qasja të cilën neve tani ma i kemi. I kemi mapuar problemet, i dim ku janë qëllimet ku duhet të arrim në shëndetësi. Gjithashtu, mega projekti i cili 30 vite folet për klinik të re. Gjithashtu, dhe këto do të t'i bisedojmë veç, po para se të shkojmë te klinika dhe te Kërçova dhe te këto. Këto janë tema për mendimin tim që sidomos për qytetarin shqiptar janë shumë të rëndësishme. Dua vetëm një pyetje konkrete t'ua bëj. Tash, në ditarin tuaj, cili është projekti, ose fakt, cili është hapi më i rëndësishëm që keni marrë për qoftë në aspektin e organizimit, qoftë të investimit për të përmirësuar shërbimet shëndetësore? Pra, janë... Flasë te prioriteti kryesor në pas diagnostifikimit të gjithë gjendjes në shëndetësi edhe në gjitha nivelet e shëndetësisë. Pra, në shëndetësi, po të keni veç një prioritet, keni shëndetësi jo funksionale. Minimum janë 3 prioritete që do t'i keni që të keni shëndetësi funksionale. Është infrastruktura, është lidhja apo komunikimi ndërmjet institucioneve shëndetësore dhe janë kapacitetet njerëzore. Pra këto 3 duhet detyrimisht të shkojnë paralelisht. Po ngeci njëra nga këto, ju s'keni sistem, do thonë nuk e keni ekosistemin e mbyllur, nuk keni sistem shëndetësor funksional. Për këtë arsye paralelisht jemi duke i punuar këto. Pra, për infrastrukturë veç kemi gjetur dhe javën tjetër do të kalon në qeveri 205 milion euro investimi për këto 3 qendra që i përmenda. Në aspektin e kapaciteteve njerëzore, problemet që veç i përmenda më herët. Bashkë me Ministrinë e Arsimit, tani kryojmë projekt, faktikisht projekcion, 10 vjeçar, për kapacitetet njerëzore. Pra, Ministria e Shëndetësisë do ta informon Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës sa vende të lira, sa karige në shkollët mesme duhet të hapë për motra medicinale. Kush është profili i tyre? Sa hapësirë duhet të lënë për fakultetet e mjekësisë, të stomatologjisë, të farmacisë. Pra, ne do të definojmë numrin dhe profilin e mjekëve të motrave medicinale dhe teknike. Gjithashtu, Ministria tani për herë të parë bën ndryshimin e specializimeve dhe subspecializimeve. Çka ndodhte këtu? Pra, kishim specializime shumë të ngushta, ku një mjek 6 vjet i humbën në Shkup në specializim dhe kthehet pastaj në qytetin nga ka ardhur dhe atje nuk mund të jep shërbim. Për shembull, një kardiolog mund të shkon në spital, do kthehet në spital nga e ka çuar spitali për kardiologji dhe atje s'ka hapësirë, pune për kardiolog, ose neurolog, ose infektolog. Pra, kjo nuk do të funksionon. Çka bëm? Ulëm ose adaptuam specializimet, nga një vjet i ulëm se kanë qenë 6, tani bëjmë 5 apo 4 në varshmëri nga profili, që sa më shpejt të mbrim në kuadër që na duhet në specialist, po nga ana tjetër, këto specialist të jenë adekuat në bazë të nevojave që i kemi në shëndetësi. Paramendoni se kemi pasur specialistë të përgjithshëm. Tani i kthejmë edhe ato. Pra, kjo është e dyta, do shtylla e dytë në aspekt të kapaciteteve njerëzore.
Dhe shtylla e tretë në aspekt të, të digitalizimit është shumë e rëndësishme për shkak të linjës, pra e keni infrastrukturën, i keni kapacitetet njerëzore dhe kjo lidhje që informata të kalojnë nga një institucion në tjetrin, që mjeku t'i ketë në kohë reale shumë e rëndësishme. Për atë shkak, digitalizimi, infrastruktura dhe kapacitetet njerëzore i kemi në top prioritet si ministri. Vetëm edhe një fjali më falni tek digitalizimi, në 24 qershor, tani për 2 javë, do të shkoj në Bruxelles, ku kam takim me komesarin për Bashkimit Evropian dhe do të nënshkruajmë për herë të parë, Maqedonia hyn në EU for Health, është programi më i madh i Bashkimit Evropian për transformim të shëndetësisë. Pra, për herë të parë, Maqedonia, edhe pse ky program është nga 2021, ne kemi humbur dikundi 6-7 muaj kohë që ti përmbyllim gjithë kërkesat që i kam pasur atje, me qëllim që të antarësohemi në EU for Health. Për fat mirë, në 24 qershor do të bëhemi antar shteti jonë në EU for Health dhe do të kemi benefite në aspekt financiar. Ne mund të aplikojmë në projekte, automatikisht të mbulohen finansat për këto projekte, do të kemi qasje në kapacitete njerëzore, pra në ekspertizë, dhe do të kemi qasje në rjetin ku shpërndahen të gjithë sfidat në shëndetësi. Pra, një sfidë e një shteti ndahet me shtetet tjera dhe zgjidhja është shumë më e shpejtë, pasi që ose do të keni një praktik të mirë nga ndonjë shtet, ose do të keni ndihmë teknike nga shteti tjetër dhe do të arrini sa më shpejt në zgjidhje. Ose mund bëni analizat e gjërave që nuk funksionojnë në shtetin tjetër, që ju mos t'i bëni gabimet e atyre. Pra, këto 3 shtylla që i kemi definuar si prioritet, për të 3 kemi ma qasje, kemi fonde dhe dim se si të arrim në rezultat. Kjo me digitalizimin besoj që është tepër e rëndësishme, sepse ndonjëherë kur i shef pacientët nëpër spitale, me vërtet duken më shumë si kurriera të ngjajnë se sa si pacient. Në rregull. Dua para se të kalojmë të flasim për Kërçovën dhe klinikën, dua të pyes më konkretisht, nuk e di, a keni informacione mjaftueshme prej drejtorëve të institucioneve në shëndetësi ose jo? Do të thonë, ka shumë ankesa, sidomos në median tonë, se ka shumë të punësuar, cilët ka përfunduar kontrata në 5 muaj më parë, 6 muaj më parë. Kishim raste që protestuan edhe te klinika e pediatrisë, nëse nuk gaboj. Sot kemi pas protesta për para Ministrisë së Shëndetësisë. Së Shëndetësisë edhe kështu me radhë. Si është e mundur, ministri, më thonë kjo dhe kjo më intereson të pyes, edhe a keni informacion edhe prej drejtorëve që ti menaxhojnë institucionet në shëndetësi, që si është e mundur mos të vazhdojnë kontratat të punësuarve që punojnë aty me vite dhe kanë mbetur nga 5-6 muaj pa kontratë, dhe nga ana tjetër drejtorët, udhëhecit e klinikave, të drejtoritë, poliklinikave dhe kushdo që të jenë ato në falë, të mund të punësojnë familjarë të vetët në ato institucion. Pra, këtu ka këtë si mund ta shpjegojmë? Thash, për çdo proces në shëndetësi kemi humbur shumë kohë për të skenuar dhe tani ma për çdo pyetje që kemi detaje, numra, po doni mund të hapi tani t'ju shpjegoj dhe për çdo institucion në kohë reale. I kemi të gjitha këtu. Çka ndodhen me të punësuarit në shëndetësi? Ja, do të marr shembullin më konkret nga sot, përpara 2 orësh kam pasur në zyrë mjek, më falni, motra medicinale dhe teknik tek unë dhe administrator. Kryesisht ato janë problem. Po. Ato është problem. Çka ndodhen? I pyes sa kohë punonin në klinikën e fëmijëve. Disa thuan 8 vjet, të tjerë 6 vjet, disa thuan 3 vjet e gjys. Po ta shohish, të gjithë kanë përvojë. Të gjithë janë me përvojë e cila i duhet çdo institucioni. Pra ju kot e keni të merrni mua pa përvojë dhe mu duhet 6 muaj të investoni tek unë derisa të bëjmë mjek i mirë apo teknik i mirë apo motër medicinale. Pra duke pasur një kapacitet kapaciteteve njerëzore, me përvojë, me dhunti bazike për punën që e bajnë ato. Dhe mos mund t'i transformosh nga kontratë në vepër. Dhe të kenë ato siguri në shëndetësi, në punë. Dhe të mund të investosh pastaj për dhunti tjera, pasi që në shëndetësi që gjithë kohës do të ndryshosh metodologji, të ndryshosh metoda, keni teknologji të reja, gjithë kohës kërkohet trajnime. Pra, asnjë institucion shëndetësor me part-time të punësuar nuk mund të ngritet, për shkak se ti nuk mund të investosh në ngritjen në zhvillim të dhuntive të ti, ai nuk është i sigurt se çdo ditë mund t'i thuash nuk kam nevojë për ty dhe ti nuk ke hapësirë për t'u zhvilluar si institucion. Dhe unë habitem si kanë arritur drejtorët, si kanë arritur të menaxhojnë kaq keq me institucionet, nga 8 vjet ti mbajnë të punësuarit dhe mos u gjejnë
formën se si ato të punësuar nga kontratë në vepër, ti kthejnë, ti kenë të punësuar aty brenda. Mos është bërë me qëllimi politik për ti Dhe mbajtur këte si analizuam, votues. I pyes edhe këto sot që ishin në zyrë. Thot, ministër ka pasur punësime, po ne s'kemi qenë të punësuar. Janë punësuar personat të cilët kanë 1 muaj apo 0 ditë përvojë dhe ne që kemi me vite përvojë nuk kemi qenë të punësuar. Pra kjo është një dezorganizim, një menaxhim shumë i keq në shëndetësi, i përputhur me kërkesat lokale, institucionale ndoshta ndonjëherë, politike her pas here dhe personale. Pra nuk mund të ketë ndonjë shpjegim tjetër. Nuk mund të ketë shpjegim drejtori mos dëshiron diken që 8 vjet ka punëtuar aty, i jep shërbime dhe tani e din atë punë ta bën, të marrësh diken që për herë të parë do të njoftohet me hapësirën dhe me teknologjinë. Dhe prapë duhet të mësohet për atyre që punojnë tashmë ka 6 muaj dhe përsëri duhet të mëson ose të bashkëpunon me atë që 8 vjet është aty, ky për herë të parë nuk din se si të manipulon me një instrument brenda. Pra është një dezorganizim të menaxhimit të institucioneve shtetërore dhe çka kam kërkuar jo më larg se sot, kërkova edhe nga drejtori i klinikës për fëmijë, por edhe nga të gjithë drejtorët ku ka kështu probleme të ngjashme, të më furnizojnë me çdo dokument për 5 vitet e fundit si është zhvilluar politika e punësimeve në këto institucione. Që të shoh, tani ma do të shkojmë në nivel të institucionit, çka ka ndodhur me menaxhimin e kapaciteteve njerëzore. Për shkak se në fund të ditës ajo reflekton negativisht ndaj sistemit shëndetësor, po gjithsesi reflekton negativisht edhe ndaj ministrit dhe ministrisë së shëndetësisë. Pra do duhet të hapim sistemin, të shohim ku janë gabimet dhe pastaj gabimet të zgjidhim në bazë të definimit të tyre. Njerë do të shihet ku kemi gabuar, si mund të bëhet më mirë dhe pastaj të shohim hap pas hapi. Kur flasim, domethënë, imagjino, tash flasim për në një klinik ku ministri, tash jeni ju nga një vit, po më herët ka pasur edhe ministra tjerë, ka qenë aty edhe drejtorët kanë menaxhuar në këtë mënyrë. Domethënë kanë punësuar njerëz pas një ditë përvojë pune, pa e ditë vendin e punës se ku është, dhe nuk i kanë vendosur, i kanë fut në sistem njerëzit që më kanë përvojën. Po imagjinoj çfarë ndodh në shtëpinë e shëndetit për shembull në Shkup që nuk është ndërhundën e ministrit kushtimisht them se apo edhe institucionalisht edhe në mënyrë administrative nuk jeni të lidhur apo. Jo, në fakt gjithë janë pjesë e sistemit. Janë pjesë e sistemit, po duhet të them në aspekt fizik me objekte jeni shumë të ndarë. Ato që janë rreth objektit të ministrisë edhe ndodhin këto. Po ja ta marrim shembull shtëpinë e shëndetit në Shkup, është një institucion që i dyti mbas klinikave që ka më shumë të punësuar, apo mund të ketë mbi diku në 700-800 punësuar nëse nuk jam gabim. Edhe ka shërbime shëndetësore që janë shumë të rëndësishme për qytetarët. Shumë të rëndësishme për qytetarët dhe po aty kemi informacione që na vijnë për çdo ditë, por ne duke tash mos banalizojmë edhe si media tash të merremi edhe me raste individuale që edhe mos të keq kuptohemi, them ka ankesa që për shembull drejtori punson familjar që ndoshta nuk vinë në punë, mirë po ke mbi 20-30 të punësuar në shtëpinë e shëndetit që punojnë, shkojnë për çdo ditë në punë nga 6 muaj, s'kan as edhe kontratë. Si mendoni që do të ishte zgjidhja më e mirë ose mbas atyre kërkesave edhe planit që ju e keni bërë? Si do zgjidhet që edhe këto njerëz mos të mbesin në rrugë, po edhe mos të vinë të punësuar, sidomos në shëndetësi që nuk janë adekuat për aty? Pra edhe një herë, shëndetësia është shumë senzitive. Si në aspekt të infrastrukturës, mos flasim në aspekt të kapaciteteve njerëzore. Njeriu është, edhe një herë them, bërthama e shëndetësisë, pa atë s'bën asgjë. Për atë shkak, do të skenojmë, kjo nuk ndodhen vetëm në klinika apo në një institucion. Besoni në nivel të shtetit, në Kërçop, edhe në Dibër, edhe në Shqip, edhe në Kavadar. Ka ndodhur të kemi kështu informata dhe qasja e zhvillimit të kapaciteteve njerëzore do të jetë kyçe këtë vit për të krijuar një sistem i cili do të menaxhohet në mënyrë të centralizuar. Pra ne edhe me ligj, Ministria e Shëndetësisë duhet të krijon sistem digitalizim, do një bazë e cila do t'i ketë të gjithë resurset njerëzore në bazë dhe ndjekjen e zhvillimit të karrierës për çdo i punësuar në shëndetësi. Dhe tani ja është duke u përfunduar dokumentimi që të hapet prokurimi për këtë pjesë, do një ERP do të ketë në nivel të shtetit ku ministri me një klik do të ketë qasje për çdo të punësuar në çdo institucion shëndetësor në shtet. Dhe kjo do të zgjas sipas analizave që kanë bërë ekspertët në Ministrinë të Shëndetësisë, dikundit 6-7 muaj. Neve për 6-7 muaj do të kemi ERP-n, do një sistem, një software i cili të gjithë punësuarit në nivel të shtetit do t'i kemi në një bazë të centralizuar. Aty do t'jenë edhe rrogat, do t'jetë edhe zhvillimi i karrierës. Pra,
Tani, edhe në aspekt të rrogave mund të flasim, kemi mjek të cilët s'bëjnë asgjë dhe marrin rroga të majme, dhe kemi mjek të cilët janë burnout, do në kam punuar shumë ma shumë se sa është normalja, dhe përsëri e kanë rrogën e ngjashme apo shumë më pak se sa ky tjetri. Them, në shëndetësi, ka shumë boshllëqe të cilët nuk mund të zgjidhen për atë shkak kur më pyetet pas një viti si është shëndetësia, është shumë edhe njerë them jo e ndershme të them se është më ndryshe se sa dje. Pra, më ndryshe është se sa dje vetëm për shkak se flasim haptazi dhe themi këto janë boshllëqet që kemi, këto janë gabimet që janë bërë. Dhe për mua kjo është rezultati i parë. Të ballafaqohesh me realitetin, ta shohësh ku mungon diçka dhe ta shohësh ku bëhen gabimet. Dhe mos bëhen gabimet të reja, mos lejnë boshllëqe të reja dhe të fillohet të zgjidhen problemet një nga një. Si do duket mjekësia dhe pas një viti? Prap nuk do duket shumë më mirë se sa sot, për shkak se është sistemi i cili ka akumulluar shumë edhe ka shumë probleme. Por gjithsesi, më vjen shumë mirë, këtu do ta përmendje edhe punën e besimit të qytetarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, se dini tash statistikat thuan dhe i keni këto numra besoj dhe ju, 4.4 ka qenë indeksi në vitin 2025 dhe tani është 5.0 në 2026. Pra, pavarësisht që unë them edhe jam i vetëdijshëm që shëndetësia s'ka shumë përmirësim, po ndoshta qasja jon ka filluar të mbjell besim te qytetarët se do të ketë diçka më ndryshe. Si do të jetë varet gjithçka nga neve. Të flasim, unë shpresoj që të paktën do të filloj që qytetarët ta ndjejnë kështu ato ndryshimet që ti ndjejnë edhe në përditshmëri, edhe pse besoj që do duhet të shkohet nga më e mira dhe të paktën të ketë edhe kushte më të mira. Megjithatë, hajde flasim për projektet konkrete. U përmend do një flasim shkrim te parkingu. Çfarë do ndodhe me parkingun? Te klinika këtu ose po do ta lidhim parkingun me klinikën e re? Aja vlen të investohet, a nuk ja vlen. Pyes në këtë aspekt. Në rregull, atë do ta lidhim me përgjigja do të jetë me narrativin e pyetjes që më bën. Pra, aja vlen të investohet në klinikën Nën Tereza tani, nëse deri dje flitnim që do të ketë, edhe sot flasim që do të ketë një klinikë të re. Po, ja vlen, hajde të flasim pak për parkingu dhe pse ja vlen edhe parkingu dhe gjithë investimet, se nuk është veç parkingu. Ne atje tani investojmë 10 sallat të operimit, janë ultramoderne në Toari Uluc. Pra, mund të më pyetni pse investoni kur nesër do të ketë klinikë jashtë këtij kampusi. Parkingu për fat keq nuk do të jetë temë që Ministri i Shëndetësisë do të flet. Do të jetë temë e infrastrukturës që unë ndoshta mund të kërkoj përmirësim të cilësisë, po jo të flas zgjidhje të problemit. Po për fat keq realiteti ka qenë ky dhe unë më rastisi që një ndër politikat e para të jetë parkingu që s'ka lidhje drejt për drejt me dhënien e shërbimeve shëndetësore. Por ama në mënyrë indirekte ka shumë impakt. Një pacient mund ta parandoni të harxhon gjysore, 1 orë derisa gjen një vend të lirë, po pastaj shkon ose me vonesë të mjeku ose i irrituar nga gjithë ajo akumullimi i energjisë negative dhe mund të ballafaqohet pastaj me motrën e kështu me radhë. Edhe të dalë në spitale, jo për atë shkak pavarësisht që nuk duhet të merret një ministër i shëndetësisë me këtë punë, u mora nga dita e parë. Dhe nëse ju kujtohet, thash brenda 3 muajsh parkingu do të jetë i zgjidhur. Dhe ne besonim, në bazë të gjithë analizave që i bëm, ne besonim që për 3 muaj parking do të kemi edhe atë tham ultramodern me teknologji moderne. Çka hasëm? Në momentin e parë, grupi punës thot ministër, ne s'kemi të drejtë të bëjmë asnjë investim pasi që toka nuk është e Ministrisë së Shëndetësisë. Mund ta parandoni me dekada. Në plan shtetërore? Nuk ka qenë as pak e definuar. Dhe çka duhet të bëjmë? Duhet të thrasim geodet, të punojnë dikundi 2 muaj e gjys, për shkak se është hapësira shumë e madhe, ti definojnë të gjithë parcelat brenda, të bëjnë elaborate për çdo parcelë të tyre, të kalon ajo në qeveri, pastaj nga qeveria të merr mendim dokumenti nga të gjithë institucionet, dhe ne harxhuam dikundi 5 muaj e gjys procedurë administrative për të regjistruar të gjithë tokën në që Ministria e Shëndetësisë mund ta menaxhon. Parandoni s'kishte asnjë dokument. Dhe unë para i pyesëm si ka ndodhur kjo deri tani. Deri tani është menaxhuar nga komuna, nga qyteti i Shkupit. Thjesht paska qenë një ligj më i vjetër në të cilën paska pas ndonjë boshllok e kanë shfrytzuar atë boshllok, sidoç që të jetë. Nga 2023 parkingu ka qenë në green zone. Nuk ka pasur as kontratë, është menaxhuar, 1 denar s'ka marrur Ministria e Shëndetësisë nga ai menaxhim.
paramendoni me çfarë ballafaqohet një institucion si Ministria e Shëndetësisë me procedura administrative. Pasi që e zgjidhem këtë, na duhet dikunde edhe 1 muaj e gjysmë procedura tjera administrative që të lidhemi me qytetin e Shkupit, qyteti i Shkupit të sinkronizohet me institucionet brenda që i ka dhe në aspekt juridik të sinkronizohet memorandumi kontrata që e nënshkruam. Kontrata është nënshkruar dhe tani parkingu është në pronësi për 15 vjet për menaxhim në qytetin e Shkupit, pra qyteti i Shkupit ka obligim dhe pardje ka bërë ndryshimin ka bërë ribalans të buxhetit. Buxhetim ka fut për 3 objekte montazh që do të jenë garazha, parking në kate dhe komplet infrastrukturë horizontale. Për shkak se neve ja dham të gjithë projektin se si duhet të duket parkingu në Shkup. Pra do të ketë kontrata është e lidhur në bazë të projektit që ua kemi dhënë. Pra, aty hyn brenda infrastrukturë horizontale, do të riorganizohet komplet në aspekt të parkimit, ashtu siç është tani nuk do të jetë, do të ketë senzora, do të ketë komunikim me qytetarin parkingu, pra do të ketë software që nga shtëpia mund të rezervoni një vend parkime dhe të dini kush është numri juaj, dhe do të ketë vend parkime atë sa do të ketë nevojë klinika. Pra, është bërë analizë, edhe 500 vend parkime duhet ketë më shumë se sa ka sot. Po në ndërkohë, derisa i zgjidhem gjithë këto probleme, ju kujtohet atëherë unë thash kemi nënshkruar një memorandum që më kritikuan gazetarët si mundeni, bile disa prej tyre thanë ministri ju jep biznes sektorit privat, me një hotel që është shumë afër klinikës Nën Tereza, lidhëm memorandum që të mundemi të shfrytëzojmë parkingun e këtij hoteli për arsye se të zvogëlohet pak numri i presionit dhe të lirohen vende për qytetarët. Dhe sot, derisa flasim, ende 350 vend parkime ne i shfrytëzojmë në këtë hotel. Paramendoni edhe ato vend parkime të ishin, edhe ato mjek që punojnë dhe motra medicinale, të parkoheshin brenda, se si do të dukeshte sot klinika Nën Tereza. Pra, pres për shumë shpejt që ta shkurtoj, qyteti i Shkupit të hap procedurat e tenderimit, se do të ketë 2, njëna është për digitalizim dhe infrastrukturë horizontale dhe tjetra është për ndërtimin e kateve. Pra pres, nëse nuk është hapur në ndërkohë, për shkak se gjithçka është gati, ato kanë pritur vetëm të bëjnë rebalans të buxhetit, do të hapet prokurimi dhe pastaj procedurat administrative do të vazhdojnë. Klinika e re. Tani pse investojmë kaq shumë? Për shkak se edhe do ta lidhim me klinikën e re. E dini që në kampusin Nën Tereza përveç klinikave kemi 3 fakultete dhe kemi institutet. Pra, klinika e re nuk nënkupton mbylljen e kampusit Nën Tereza. Klinika e re nënkupton zvoglimin e presionit në Nën Tereza dhe krijimin e infrastrukturës moderne ose lirish mund të them ultramoderne në klinikën e re. Çka do të ngelin në këtë klinikë dhe pse investojmë këtu? Këtu do të ngelin institutet, do të ngelin fakultetet dhe do të zhvillohen laboratore për zhvillim të kapaciteteve shkencore dhe klinike në nivel të shtetit. Shëndetësia terciare nuk nënkupton vetëm dhënien e shërbimeve bazë. Në shëndetësinë terciare nuk nënkuptohet vetëm shërimin e një pacienti, nënkupton shumë më shumë se sa kaq. Mjekët, profesorët që janë atje, do duhet merren edhe me shkencë, do duhet të japin një qasje të re ndaj optimizimit të ndonjë shërbimi klinik, do duhet të japin ndonjë metodologji të re. Pra, kjo pjesë ka munguar për arsye të infrastrukturës dhe për arsye të mjekët edhe motrat medicinale dhe profesorët universitar në Shkup, në Nën Tereza, besoni që s'kan hapësirë të merren me asgjë tjetër, vetëm japin shërbime shëndetësore. Pra, kjo nuk do të ndodhë më. Në klinikën e re, do të jepen të gjithë shërbimet shëndetësore klinike. Kampusi Nën Tereza do të vazhdon, jo gjithë, kuptohet kemi disa objekte të cilët edhe tani duhet prishen. Ato janë në aspekt edhe statik nuk janë stabil. Mos ndodh diçka më e madhe në aspekt janë shumë të vjetra. Ato do të prishen dhe do të largohen. Por aman, infrastruktura që neve investojmë, për shembull në Toarilus është objekti në aspekt të ndërtimit është objekt i ri. Aty është investohet brenda në infrastrukturë, ndërsa në aspekt të ndërtimit është objekt, ai do të vazhdon të ngelë, fakultetet ngelin, institutet ngelin. Pra, çdo investim që bëhet aty nuk është investim i cili do të hudhet nesër, por do të shfrytëzohet nga klinikat përsëri. Unë nëse do të jap një koment pozitiv të mirë për këtë, është të paktën mirë që nuk mendohet që ai
ajo zonë aty, ato objekte dhe ajo hapësirë të privatizohet, sidomos për godina dhe për... Jo, gjithsesi. për E tash mbetet klinika në shërbim do të të klinikave. ngelet përsëri në shërbim të shëndetësisë terciare. Te klinika e re, Klinika- kur mund të fillojnë, domethënë, i ka deklaratat e juaja, kryeministrit edhe personave kompetent tjerë janë dhënë shifra për investim, sa të kushtojnë, por edhe afate. Prapë edhe një po pyes për të bërë qartë qytetarëve. Sa do të jetë investimi te klinika dhe kur mund të thomi që do të fillojnë të paktën punimet, se ai për mos t'i parashikojmë edhe përfundimin komplet. Pra qasja për klinikë të re, u nis nga baza, ishin tri le themi zgjidhje të mundshme. Njëna ishte të bëhet nga zero, në hapësirë boshe, ku do të ndërtohet klinik, e cila do të fillone bashkë nga zero. Gjithçka do të ndërtohet nga e para. U analizua kjo dhe u analizuan disa pika gjeografike rreth Shkupit, lokacione. E dyta ishte të investohet në vendin ku është tani Nën Tereza klinika, ka qenë një projekt përpara, ju e dini që ish ministri e ka ndërprer, dhe e treta ishte tek institucioni, institucionin 8 shtatori, pra spitali 8 shtatori. U analizuan dy kërkesa kanë qenë nga qeveria. Kërkesa e parë të analizohet në aspekt optimal investimi, do mos jetë investimi i cili do të na kushton shumë edhe nëse do të kemi mundësi për të optimizuar diçka. Edhe kërkesa e dytë ishte kozgjatje, atë që e thoni ju. Për shkak se ne seriozisht mendojmë që me këtë infrastrukturë neve nuk mund ta zhvillojmë shëndetësinë të jetë në nivel ku dëshirojmë neve. Dhe në bazë të analizave nga ekspertët, shumë më e përshtatshme është 8 shtatori dhe infrastruktura rreth 8 shtatorit, për arsyeja e parë është, për arsyet që nuk do duhet të investojmë gjithçka nga e para. Pra 8 shtatori dhe Bukureshti, ajo linjë me infrastrukturë shëndetësore ekziston dhe mund të investohet dhe të lidhet me pjesën tjetër, ndërsa përballë Ilindenit, rrugës, ka një parcele e cila është në pronësi afër sallës sportive. Po, është në pronësi privat. Neve dikundi 4 muaj flasim me këtë kompani që të mundemi ta bëjmë ose të blehet ajo pjesë ose të jepet një vend dikundi tjetër që është në pronësi të shtetit që të mundemi pastaj të kompenzohet dhe ta shfrytëzojmë atë pjesë. Dhe edhe në aspekt kohor, na thanë që për shkak se 2 objekte ekzistojnë, do duhet vesh ndërtohen edhe 2 kënde dhe të lidhet me korridor të ngrohtë. Shumë më shpejt do të arrijmë në klinik e cila do të jetë me gjithë standardet që kërkohen, dhe dyta në aspekt financiar është shumë më lirë. Për shkak se dikundi 40% të klinikës veç ekziston. Dhe ajo do duhet të rinovohet, të riparohet brenda, të lehet infrastruktura në bazë të projektit, edhe pjesa tjetër të ndërtohet në pjesën tjetër. Pra, për atë shkak është vendosur 8 shtatorit të jetë klinika e re. Kur do të fillon? Do të fillon në momentin kur do të zgjidhen problemet pronësore të hapësirës tjetër. Pa u zgjidhur këto probleme pronësore, nuk kemi ndonjë mundësi të fillojmë. Ka garanci të zgjidhen ato ose pronarët? Jemi në rrugë të mirë. E dini kur bëhet fjalë për biznese private, nuk mund të keni asnjëherë garancion të thoni po, për shkak se ai ka plotësisht të drejtë të thotë, "Ok, ndrova mendje, nesër do ndërtoj unë diçka." Aty do duhet të ndrohet edhe plani, aty do duhet të shkojmë me ligj të ri, pasi që momentalisht në atë pjesë aty është planifikuar të jetë një ndërtesë komerciale, pra do duhet të ndryshohet plani që të bëhet spital. Pra ka procedura administrative që është e pahishme të jap kohë kur do të fillohet, duke marrur parasysh që edhe parkingu në 5-6 muaj në harxhoj kohë administrata, mund ta paramendoni për transformimin në një parcele nga një pronar privat në nivel të shtetit. Sido që të jetë, do të fillon aty, edhe kur do të fillon, këtë mund t'u them, në momentin që do të fillon për 3 vjet e gjys do të kemi klinik. Këtë e dim nga ekspertët, po në momentin kur do të fillojmë, ende s'mund t'ju jap ndonjë datë. Flasim për një problem tjetër dekadësh, 3 dekadësh, që është po ashtu shumë i rëndësishëm, sidomos për qytetarët e asaj zone, qytetarët shqiptar të Kërçovës. 30 vite s'm po bëhet një spital dhe nuk mund të normalizohet një shërbim mjekësor në këtë vend. Tash po premtohet nga qeveria edhe nga ju që shumë shpejt të punohet edhe atje. Të tjetë kësaj radhe me të vërtet premtim që do të realizohet, ose po do të kërkohen si nga më herët që janë bë nga pushtetet tjera arsyet për pse u bë sepse nuk u bë.
Është e dhimbshme, nëse më lejoni pak ta shpjegoj çka ndodhen me Korçovën dhe me shërbime shëndetësore në Korçovë. Është e dhimbshme që edhe derisa flasim, unë çdo muaj paguaj një shumë të madhe për të mbrojtur atë hapësirën të spitalit i cili pritet 30 vjet të jetë aktiv. Aktiv, funksional. Sot e kësaj dite, derisa flas, çdo muaj unë nënshkruaj për ruajtjen, do të thonë atje kemi roje që e ruajnë objektin. Objekti i cili, në bazë të analizave dhe të ekspertëve, është jo funksional për spital. Tani, neve 22 milion euro do të shpenzojmë për objekt nga e para, a është investuar 30 vjet në atë objekt. Pa pasur parasysh, as hyrjen, nuk e di a keni qenë ndonjëherë. Nuk kam qenë personalisht, po kam plan. Qasja, duhet të shkoni ta shikni. Do qasja për natë spital është e pa imagjinueshme, do është një rrugës shumë e vogël, që ai dini që në spital ju duhet puna e parë është qasja. Atë që pse dëshirojmë edhe në 8 shtatori klinikën është edhe tjetra është edhe qasja, i ke 3 bulevare që i lidhin këtë klinikë. Pra qasja është e pakapshme, është një rrugës shumë e vogël. E dyta, në aspekt statik, në aspekt të arkitekturës brenda, nuk është projektuar për standarde për spital. Është çuditshme, 30 vjet është investuar aty. Para 30 vjetëve është dash tani nisin për spital, mos e kanë nisur për hotel, tash po nuk e kam parë objektin dhe nuk kam informacion. Po gjithkohës është investuar. Ka një aneks, do të po ta shihni kështu në aspekt të hapësirës është shumë i madh. Po asnjë kërkesë bazë nuk e plotson. Çka do ndodh? Kjo hapësirë do të jepet shtëpisë së shëndetit, që mos shkojnë ato para që janë investuar, parat e qytetarëve kot, dhe do të ndërtohet spital nga e para. Është gjetë lokacioni? Lokacioni është pak më poshtë, megjithatë ende nuk e kemi definuar, pasi që kemi edhe një tjetër, dhe tani përsëri analizohen këto qasja, zhvillimi urban për rreth dhe kështu me radhë. Sido që tjetë, dua të them që tashma a jemi në rrugë të mira do të bëhet, po do të bëhet, për shkak se edhe sot kemi pasur takimin e fundit me Ministrinë e Financave lidhur me spitalet në Tetov, në Korçovë edhe në Shtyp. Kështu që kjo është rrugë që nuk ndalet më, bëhet bashkë me Bankën Botërore dhe me Bankën për Zhvillim Evropian, kështu që është proces i cili veç ka filluar dhe atje do duhet bëhet edhe një analizë, do thonë studim fizibiliteti edhe për Tetovën edhe për Korçovën, pasi që s'ka. Dhe kjo mund të merr 2-3 muaj kohë administrative derisa bëhet, megjithatë procesi ka nisur dhe s'ka të ndalme. Dua t'ju them që është shumë e palogjikshme, do të mua më dhimbsen ato nënshkrimet çdo muaj që i baj për një institucion, për një objekt i cili e di që ku është përgjegjësia, pse s'kërkohet përgjegjësi prej atyre që kanë vogabimi? Pyetje shumë e mirë dhe shumë shpesh më pyesin del dhe flet çka do bëjmë dhe çka bën, asnjë nuk e dalë të thuash janë bë 4-5 keq përdorime apo keq menaxhime. Humbja e energjisë dhe kohës mund ta ndash në dëshiron ta humbish në detektimin e problemeve ose dëshiron ta humbish në krijimin e zgjidhjes së problemeve. Kam vendosur personalisht, ndoshta është gabim, që vitin e parë dhe vitin e dytë ta humbi energjinë për zgjidhjen e problemeve. Për arsye të vetme, të tregojmë që edhe në maqëtëni, edhe në shëndetësi, me një qasje, menaxhim ndryshe, mund të zgjidhen problemet. Dhe tani ju them edhe njerë, shenjat e para janë që jemi në rrugë të mirë. Pra, thjesht duket që me kështu lloj menaxhimi është mirë. A ka mundësi dhe ka hapësirë për analiza? Po ka, do të shohim, në momentin që të shohim që kemi pak kohë bosh, do të merrem edhe me atë pjesë. Të kalojmë pak te pjesa politike, nëse nuk kemi, nëse flasim për shëndetësinë, nuk do mund ta mbarojmë prap gjithë emisionin, po edhe 24 orë, duke i ditur doja veç përmendin nëse është e rëndësishme Dibrën edhe Delçevën me telemjekësinë, për shkak se e kam një nga projektet që doja ta ndaj me juve. Pra, çka ndodhen? E dini që diasporën e kemi, mjek në diasporë kemi jashtëzakonisht shumë të mirë, në aspekt të profilit dhe kështu me radhë. Më të mirët i kemi atje, të jemi të sinqert kështu të rinë. Mjekët më të mirë, edhe këtu i kemi shumë të mirë, megjithatë kemi të mirë edhe atje edhe këtu. Në dhënë pa dashur t'i lëmana ashtu këtu që janë të mirë, po sido që tjetë, që t'i kyçim në sistem, puna e parë është të kemi një pak sistem, është digitalizimi i shëndetësisë që mund të kenë qasje direkt për leximin e fotografive mamografike dhe radiologjike dhe kështu me radhë, dhe e dyta është sistem infrastruktur për komunikim në distancë, dhe është një pilot projekt i cili e kam shumë përqefi pasi që veç ma funksionon në Dibër dhe në Delçev për sëmundjet të lëkurës. Pra, një qytetar i cili ka probleme dermatologjike, nuk ka ma nevojë nga Dibra të vjen deri në Shkup, tek dermatologu. Të shkon në Dibër,
kemi instaluar sistemin, është funksional, unë e kam hapur personalisht pacienti par kam qenë atje, dhe tani ma kemi pacient të cilët janë në termini im, evidentohen, mjekët paguajnë për këto shërbime, dhe kjo është një hap shumë i madh në shëndetësi. Pra tash mjeku mund të paguhet edhe kur jep shërbimet në distancë, jo vetëm fizikisht kur shkon në ambulant. Nga ana tjetër, qytetarët mund të marrin shërbimin edhe në distancë, s'ka nevojë të shkojnë deri në Shkup apo në qendra të tjera. Dhe mendoj se një nga zgjidhjet për organizimin e shëndetësisë në nivel të shtetit, sidomos në vendet më pak të qasshme ndaj infrastrukturës shëndetësore, do të jetë një prej zgjidhjeve kjo. Si lidhen pacientët e Dibrës dhe Delçevës me... Pra kemi një infrastrukturë lidhur, ka kamera në Shkup, në klinikën e dermatologjisë, në Delçevë dhe në Dibër. Pra kur shkon pacienti dhe duhet mjeku am ta definon, ashtu siç e bën për shëndetësinë normale. Po, procedura e rregullt. Vetëm atje evidentohet se do të jetë me telemjekësi, jo fizikisht, jo në Shkup. E detekton, e definon te ky mjek, emrin dhe mjemrin e mjekut, në Dibër do të jetë, mjeku është në Shkup ashtu, do të jetë në slotin kohor, për shembull prej 9 deri 9:15, dhe do të jetë në Dibër me telemjekësi. Mjeku në Shkup lidhet në ora 9, në spitalin në Dibër pacienti shkon dhe e pret motra medicinale, edhe atje kamera ka high definition, do me ultramoderne, me një rjet i cili është rjet stabil dhe komunikimi është në kohë reale, edhe vizual, edhe audio, edhe video, dhe tani mjeku, ashtu si që jemi unë edhe ti, vetëm është në distancë, bisedon me pacientin, e zoomon kamerën në vendet që mendon që ka ndryshime në lëkurë, e shënon në terminim kush është pacienti dhe çfarë ka pacienti dhe si duhet të trajtohet, dhe në fund të mbyllet procedura. Kaq. Pra pacienti nuk harxhon kohë, mjeku gjithashtu nuk harxhon kohë. Mjete, pare dhe kështu me rast. Të kalojmë pak te pjesa. Kjo mendoj që është edhe teknologjia e të ardhmes dhe besoj që shumë shërbime tjera do të bëhen jo vetëm neve në të gjithë botën. Më po të flasim pak edhe për pjesën politike, ministri, se megjithatë thash edhe para spekeqardhja e them, do të kemi kohë të flasim shumë më shumë për gjitha, po juve nuk është që nuk keni peshë edhe në Vlenë. Si pjesë, si ministër, si pjesë e strukturave edhe kështu me radhë. Dua një mendim të përgjithshëm edhe të drejtë për drejtë. Çka po ndodh me Vlenin? Ku është Vleni sot? Pra, kur u kryua Vleni, nuk u kryua për një zgjedhje lokale, parlamentare apo presidenciale. U bën një koalicion i cili ishte i domosdoshëm në një periudhë ku qytetarët vërtet s'kishin asnjë mundësi për ndryshim të proceseve politike në shtetin tonë. Dhe funksionoi. Në dy palëzgjedhje dha rezultate që edhe në parlamentaret, edhe në lokalet, Vleni u definua si një, le të themi, një rrugë ndryshe në politik nga ajo që e kanë parë deri tani qytetarët, me vite. Sot, Vlenima nuk është koalicion, është një parti politike dhe është në fazën e riorganizimit brenda për brenda, si në aspekt të proceseve politike, kadrovike dhe në aspekt të krijimit të politikave në jetën e përditshme. A është lehtë? Jo, nuk është as pak lehtë, për shkak se në një shtet ku me vite janë bërë politika populiste, nëse dëshironi të ndryshoni politik bërjen, është komplet rëndë edhe ndryshe. Pra, sot, ne ballafaqohemi me qytetarë që janë mësuar të dëgjojnë çdo ditë fjalë të bukura, narrative të bukura nga politikan, dhe në jetën e përditshme mos t'i shijojnë ato ndryshime që i dëgjojnë çdo ditë në televizion. Çka jemi marrur vesh në Vlenë, dhe unë do të insistoj, atë që ka bëjë edhe në shëndetësi, insistoj me vëreni problemet kur janë i flasim hapur, por aman edhe për zgjidhjet flasim hapur do të bëhen, kur do të bëhen, si do të bëhen. Insistojmë që edhe Vleni të krijon kështu politika. Politika të cilat ndoshta nuk akceptohen lehtë nga qytetarët në fazën e parë, për shkak se me vite, flas për 30 vjet janë mësuar, gjithçka është Gjermani, Suedi, Zvicër në televizion, në jetën e përditshme është gjithçka e kundërta e asaj. Pra, narrativi politik nga gjenerata e re e politikanëve duhet të ndryshon. Unë personalisht, ndoshta edhe profili jem, unë jam profesor universitar dhe ne kemi obligim përveç krijimit të politikave të bëjmë edhe edukim të qytetarëve se politika bëhet ndryshe, nuk bëhet me kështu narrative.
Thjesht po Vleni nuk e ka lehtë. Nuk e ka lehtë për shkak se nga ana tjetër e ka një BDI e cila 30 vjet ka menaxhuar me, le të themi, me narrativin gjithçka është gati, gjithçka është bërë, gjithçka është siç kërkojmë neve, tash do të merrem me politikat e gjelbërta, ju kujtohet. Sot Vleni deli dhe thot nuk është gjithçka ashtu. Sot dalim dhe themi këtu kemi problem, atje s'është zgjidhur problemi, këtu kemi gjysmë zgjidhje të problemit, këtu s'kemi zgjidhje dhe nuk dim se si do ta bëjmë. Dhe kjo qasje ndonjëherë edhe brenda diskutohet. Shumë herë kemi kritika të tipit pse nuk e bëjmë edhe ne atë çka e ka bërë BDI-ja. Të dalim dhe të themi gjithçka funksionon. Do të merremi me drujt dhe me lulet. Nuk është mirë për qytetarët dhe për fëmijët tanë. Për shkak se në fund të ditës edhe unë edhe ju jeni prind dhe e dim se çfarë shkolla kemi, çfarë shëndetësie kemi, çfarë infrastrukture kemi jashtë. Dhe Vleni në këtë pjesë jam shumë i kënaqur që është realist edhe kryen politika në përputhje me standardet që i kemi krijuar, sa janë ato, për fat keq nuk mund të jenë standarde siç dëshirojmë neve të jenë evropiane për shkak se ende është shumë herët, por aman e mira është që neve e dim se kush duhet të jemi, e dim se si duhet të përmirësohemi dhe çdo ditë punojmë edhe me strukturat tona brenda, edhe me çdo funksionar që është që politikat tona të jenë të bazuara në probleme reale, por edhe zgjidhjet të jenë të bazuara në zgjidhje administrative dhe politike. Megjithatë, sa mendoni, si e vlerësoni juve, juve tash vetë jeni ministër, po ashtu them, jeni një nga personat që keni ndikime dhe keni peshë në Vlenë. Edhe sa do i duhet Vlenit të punoj ose të jetë në qeveri që të mos arsyetohet me ato që BDI-ja na ka lënë në këtë gjendje? Dëgjoni, Vlenit nuk i duhet asnjë ditë për të arsyetuar. Pra, edhe sot nëse më keni dëgjuar mua, unë asnjëherë edhe tani derisa folëm, unë thash sistemi ka qenë kështu. Prandaj po ju pyes si sistemi ka qenë kështu dhe zgjidhjet e vëreni, unë flas tani se si do të zgjidhen dhe çka bëjmë për të zgjidhur. Po të dalë unë edhe tash them nuk është bërë asgjë me vite. Shëndetësia është kështu, do të vazhdon të jetë kështu, na duhet shumë kohë, s'kemi zgjidhje. Pra Vleni nuk duhet edhe sot të flet edhe të ankohemi. Neve nuk mundemi, neve mund të themi që problemet janë për shkak të një periudhe që nuk janë zgjidhur, por ama duhet flasim për problemet dhe për mundësinë dhe zgjidhjen e problemit. Do neve nuk na takon si parti politike në qeveri që të flasim edhe të ankohemi pse BDI-ja 22 vjet nuk e ka zgjidhur. Neve mund ta potencojmë që nuk është zgjidhur, por ama sot ju kërkoni nga ne si qytetari kërkon nga neve zgjidhje të problemit. Dhe ky narrativ besoj që tani ma është përditshmëri, ne dalim, e keni vërejtur, neve e potencojmë. Këtu nuk është zgjidhur problemi, do të mundohemi ta zgjidhim ose me ndryshim të ligjit, ose me një qasje tjetër, ose themi këtë periudhë analizojmë si do të jetë zgjidhja e problemit, nëse nuk kemi zgjidhje të problemit. Por ama do të jetë shumë e dëmshme, nëse neve vazhdojmë edhe të themi BDI-ja s'ka bërë asgjë 22 vjet dhe të vazhdojmë neve të ankohemi pse s'është bërë 22 vjet, kur qytetarët kërkojnë nga neve zgjidhje të problemeve. Dhe unë mendoj se dhe kjo ndodhen tani më edhe në Vlenë e vëreni që zgjidhjet një nga një fillojnë të zgjidhen, më i mira është që neve nuk turpërohemi dhe nuk frigohemi të themi kemi problem. Ka zgjidhje që me të vërtetë të tjena afatgjate dhe nuk do të kenë ato boshllëqe ose nuk do të jenë zgjidhje sekondare siç po akuzonin se i ka bërë BDI-ja. Ja, për shembull, ta marrim ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. A është një propozim ligj për cilin nesër pas një viti, 2, 3, qoftë me juve si përfaqësues si Vlenit nëse jeni në atë kohë kush do të tjetër ose unë ose dikush tjetër, dalim dhe flasim thonë që e kemi bërë këtë zgjidhje dhe më nuk ka çfarë diskutohet se është zgjidhje. Dëgjoni me. Çdo zgjidhje e cila bazohet në ligj është zgjidhje afatgjat. Dhe çdo zgjidhje që është bazuar në ligj dhe në kushtetut nuk mund të jetë zgjidhje e cila menjëherë mund të abuzohet nga një parti tjetër politika apo nga një qeveri. Pra çdo zgjidhje e cila për një ditë ti mund të abuzosh thosh nga sot nuk funksionon kjo. Nuk është zgjidhje. Ose ka qenë parciale, ose ka qenë një narrativ politik i cili është shitur si zgjidhje. Si e vlerësoni atë ligjin për përfaqësimin e drejtë adekuat? Flasim për ligj. Po e citojmë opozitën, tash me drejtë se ndoshta edhe kjo është fatkeqësi për Vlenin ose edhe nuk e di çfarë që po ka dhe një fatmirësi se edhe BDI nuk e ka mirë të organizuar në opozitë dhe po ashtu këtë e ka një fat mirë Vleni për momentin. Nëse kemi një propozim ligj që nuk ka masa ndëshkuese, që nuk ka fate zbatuese, që dhe ne dim edhe ju keni qenë edhe paraprakisht në funksion në politikë dhe unë kam përvojë shumë gjatë sidomos ku vjen, atëherë si mund të themi që është një zgjidhje që është e saktë edhe që
për 10 vite të ardhshme nuk do të kemi problem me atë çështje. Dëgjoni, qasja jonë ndaj ligjeve përgjithësi në vendet Më ballkanike. vjen keq se juve ndoshta jeni më pak kompetent për t'ju akuzuar se jeni në shëndetësi, nuk merrni më shumë jurisprudencën, po si përfaqësuesi politike kam edhe politike. pavarësisht që jam në shëndetësi, kam përgjegjësi politike dhe kam obligim edhe të jem në rrjedha edhe të jap përgjigje, pa merak. Pra, qasja për fat keq në Ballkan për ligjet, neve na ka ngelur nga koha e komunizmit, mendojmë se ligji duhet të definon edhe të rregullon çdo send. Në perëndim, çdo ligj është një kornizë e cila jep mundësi për rregullim me procedura nënligjore dhe akte nënligjore. Pra, edhe ky ligj është ligj i cili jep një frame, një kornizë për zgjidhjen e problemit. Zgjidhja e problemit brenda për brenda, unë baj momentalisht jam duke punuar 15 ligje në shëndetësi. Po të shikni janë nga 15-20 faqe apo me nene të shkurta. Për shkak se po të definosh gjithçka në ligj, ti krijon një ligj i cili është shumë i ngurtë dhe jo funksional. Pra ligji krijon formën. Në parim edhe unë jam kundër ligjeve që janë 50, 60, 70, 80 nene. Besoni që gjithandej në përbot kjo është trend. Mirë, po duhet të jetë i shkurt, i qartë dhe i saktë. Pra, të qartësohemi. Deri tani a ka pasur ligj për përfaqësim të drejtë? Jo. Pra, deri dje, po të ndigjoni opozitën e sotit, thonte që gjithçka funksionon në Maqedoni dhe shqiptarët janë të përfaqësuar gjithandej. Kishte një software i cili abuzohej çdo ditë. Unë kam qenë në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Ky software ka qenë pjesë. Aty ku më shumë mund të abuzohesh. Aty ku pronësia e këtij softveri është ai institucion. Ju kujtohet atë unë kam pasur edhe një pres konferencë. Më kujtohet edhe sot 19 Maqedonas në Kumanov u regjistruan si shqiptar dhe u punësuan si shqiptar. Po kjo nuk ndodhte vetëm tek pala maqedone. Ndodhte edhe te pala shqiptare. Ju po të shkonin në komuna shqiptare, shkoni sot në Gosivar, në komunë, do të shihni emra dhe mbiemra maqedon që janë regjistruar si shqiptar. Ose emra dhe mbiemra shqiptar që janë regjistruar si Maqedonas. Ose emra dhe mbiemra si shqiptar që janë regjistruar si Turqia apo Rom për të punësuar. Pra, kjo qasje e gënjeshtrave, narrativeve të është zgjidhur gjithçka, ra me vlenin kur erdhi në qeveri. Pra, qasja kjo është frika më e madhe e BDI-s ndaj vlenit. Për shkak se thonë çdo ditë në qeveri vleni, çdo ditë hapon nga një problem të cilën neve kemi thënë që është i zgjidhur. Çështjen e gjuhës, çështjen e përfaqësimit adekuat, kur e shihni në fund të ditës, rezultatet sot keni pasur një pres konferencë nga vleni, ku drejtori thotë më regjistron 28-9% shqiptar, kur i shoh në realitet janë 13%. Të tjerët janë nacionalitetet tjera, që janë regjistruar si shqiptar. Pra, kjo qasje nuk është e ndershme mas pari për politikat në shtet. Nuk është e ndershme për qeverinë dhe nuk është e ndershme për qytetarët. Pra, neve ta gënjejmë qytetarin që kemi kaq % shqiptar të punësuar dhe në realitet mos jetë aq. Ato nuk janë shqiptar? A nuk janë shqiptar, nuk është e ndershme. Nga ana tjetër është shumë e dëmshme pastaj. Se në fund të ditës, me statistik, ti do të del që i ke 29% ati drejtorit i del me statistik që ka shqiptar. Në realiteti ka 13%. Dhe me atë balansues dhe me atë qasje, ai mund të punësonte edhe 1% shqiptar. Që del që 16% të punësimeve të shqiptarëve do t'i kishim minus aty brenda. Dhe ky është realiteti MEF. E dyta, asnjëherë s'ka pasur ligj. Asnjëri prej juristëve nuk mund të thotë që një zgjidhje softverike mund të jetë më e mirë se sa një ligj. Ku ka në botë, atë pse duhet të ekzistojnë ligjet. Pra qasja veç më... Po, pavarësisht, e di ku është problemi. Problemi është se gjithmonë kanë munguar mekanizmat që të t'i kishin ndaluar keqpërdorimet. Po supozojmë, nëse të ligji të balancuesi, që ka qenë një prej mekanizmave për të garantuar përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, do të kishte pas një dispozit ligjore, një nen, një alinet qoftë brenda një neni, që do të shkruante se nëse ka bëhet keqpërdorim, por duke ndryshuar nacionalitetin, komsin, fen, besimin ashtu kështu, personi që e keqpërdor atë, qoftë ai që kandidon me nacionalitet rrem, qoftë ai që e pranon atë mashtrim ashtu prej strukturave udhëheqëse të institucionit, do të ketë ndëshkim me burg, me pagesë, me përjashtim prej politikës dhe kështu me radhë. Domethënë, shive prapë vim te masa ndëshkuese, te masa siguruese. Kushtetuta të siguron, si kushtetut, çdo qytetari siguron dhe jep mundësi të ndryshon çdo ditë. Ju mund të zgjoni si shqiptar,
mbas dite të deklaroni si kom si tjetër dhe mbrëmje si i tretë. Pra, kushtetuta ta mundson. Dhe s'ka të drejtë asnjë institucion të thot pse ti sot ndjehesh kështu. Ai shkon në noter dhe thot nga sot unë ndjehem kështu. Kaq, edhe këtu përfundon gjithçka. Në administrat, derisa kam qenë në atë periudhë atje, e dini që provimi, pasi që ja tash do ta lidhim edhe me problemin që opozita e bën shumë të madh. E dini që provimi për administrat në atë kohë ka qenë veç në gjuhën maqedone. Do në periudhën kur unë kam qenë ministër në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administrat, ktheuni në preskonferencat, e kam bërë provimin në gjuhën shqipe. Asnjëri domethënë me vite nuk është munduar atje të bën provimin në gjuhën shqipe. Sot flasim për provim të jurisprudencës pse nuk është në gjuhën shqipe. Ndërsa të gjithë fëmijët e politikanëve në top menaxhment në BDI kanë dhënë provimin në gjuhën maqedone derisa kanë pas prindërit kryeministra, ministra ose drejtor. Pra hyni dhe do t'i shikni. Të gjithë ato le që kanë dhënë provimin në gjuhën maqedone, por kanë dhënë edhe shërbime, do të kanë qenë pjesë e grupeve të cilët kanë evaluar profesorë kështu me radhë në atë. Dhe asnjëherë nuk është folur, për shkak se ky është narrativ që ne nuk duhet ta kemi. Mos flitni, gjithçka është funksionale, ne do të bëjmë narrativ se gjithçka është në rregull. Dhe ju kujtohet, unë çdo herë përmendi punën e agjendës së gjelbërt. Do thonë, BDI-ja arriti në fazën e agjendës së gjelbërt duke thënë gjithçka ka mbaruar, ne jemi të barabartë në Maqedoni dhe tani do të merremi me standardet evropiane, sa lule dhe sa drunj kemi të mbjellur në qytetet tona. Pra, ky narrativ nuk na bën nder as neve si politikan, as qytetarve, po as institucioneve. Pra, ky narrativ duhet të ndryshon dhe ne ndryshuam. Dhe kjo është dhimbja më e madhe që BDI-ja dhe friga më e madhe. A mund sa mund të luajë rol këtu ajo që BDI ndoshta po. Edhe këtë e themi por ka shumë gjëra për cilat pajtohem me ju se nuk i kanë bërë disa punë siç duhet, edhe skemi se si e fshefim. Mirë po, a kanë treguar forcë më të madhe në pushtet, a kanë treguar që janë më të zotit, për dallim tash për Blenit, ku e dim se çfarë përshtypje është krijuar për Blenin, që nuk ka asnjë farë force brenda pushtetit. Nuk mund të marrë asnjë vendim marrë, nuk mund ta bëj vet pa partnerin e koalicionit ose pa e pas edhe izën, ta them kështu popullor, që të kryeministrit edhe kështu me radhë. A ka dallim këtu edhe? A është kjo një përshtypje saktë që është krijuar? Pra, në politik, pesha politike e çdo partie politike, qoftë në pushtet, qoftë në opozit, janë numrat. Pra, në opozit janë numrat kur ti të duhet në një zgjidhje të ndonjë problemi, qeveria varet edhe nga opozita dhe keni pesh politike apo s'keni pesh politike. Në qeveri gjithashtu është e njëjtë. Aritmetika është shumë e rëndësishme. Është fakt që aritmetika që është sot dhe aritmetika që ka qenë në koalicionin e fundit LSDM BDI është ndryshe, pasi që LSDM në atë periudhë ka qenë direkt e varur nga numrat e BDI-s. Dhe është fakt që pesha politike, kur ke një aritmetike tillë e cila është në kufi të bëhet apo mos bëhet qeveria, të ngel apo mos ngel qeveria, të prishet apo të vazhdon, është fakt që është pesha politike më e madhe. Dhe këtë është turp nesi intelektual ta mohon. Por aman merreni peshën politike të BDI-s ku nuk e ka pas këtë aritmetik. Kthehuni pak më mbrapa, se BDI-ja 22 vjet ka qenë në pushtet, kur BDI-ja ka qenë në pushtet, në qeveri me VMRO, kur aritmetikat nuk i ka pasur siç i ka pasur me LSDM. Pra fakti dhe fati i BDI-s, kur ka qenë me LSDM, ka qenë aritmetika. Por nga ana tjetër, dështimi më i madh i BDI-s është në kohën e LSDM-s, pasi që me gjitha ato aritmetika s'ka bë asnjë zgjidhje. Sot flasim për do të ketë balansues, do të ketë ligj, do të ketë ligj për gjuhën, do të ketë provim në gjuhën shqipe. Pra, me një qeveri e cila është varur ekskluzivisht nga numrat e BDI-s, mos të zgjidhesh këto probleme politike dhe sot Vleni apo BDI-ja nëse do ishte, do të merreshte me politika ekonomike, shëndetësore, arsimore, kjo është turpi më i madh dhe dështimi më i madh, dhe ato duhet të turpnohen më shumë. Pra, pesha politike që ka pasur BDI në kohën e LSDM-s edhe një herë potencoj, është dashur të shfrytëzohet për të ndryshuar strukturën dhe infrastrukturën e shqiptarëve në Maqedoni. Nuk e kanë bërë këtë. Kanë bërë diçka tjetër. Sot i ke milioner, miliarder, kemi 2 prej atyre, të cilët kush janë miliarderët? Milioner mund të ma haje mendja për miliarderët. Ju jeni gazetar që unë besoj në kapacitetet e juaja dhe jam shumë i sigurt që mund të mrini deri në ato informata. Pra, gjithçka që ka ndodhur në periudhën kur është dashur të jepet maksimumi,
ato gjithçka që bën narrativ përsëri të rreshëm politik. A ju kujtohet, unë bilater kam pasur një post, bëra një tekst për kryeministrin shqiptar. Pra, edhe sot e them, kryeministri shqiptar e ulën në ashtu niveli popullin shqiptar, duke bërë një narrativ se ne bëjmë diçka shumë të madhe. Po kush është dallimi të ketë një shqiptar kryeminist? Pse duhet bëhet aq e madhe? Po ne jemi të barabartë me maqedonësit. Pse duhet të themi që është arritje shumë e madhe kur unë dhe ti jemi të barabartë me 2 maqedonë tjerë? Pse duhet të jetë ndryshe? Ne duhet të luftojmë që kryeministët të jetë shqiptar, po jo të bëjmë dasëm me tupana dhe me forma tjera, që edhe në fund doli që pas 3 muajsh rezultati është 0 për shqiptarët. Pra një narrativ i rrejshëm, i cili iritonte çdo shqiptar. Pra, kryeministri shqiptar është normale të ketë në Maqedoni, se ne jemi 30% qytetar. Po nuk është normale kur do bëhet të bësh tupana se kemi bërë ndonjë ndryshim të madh. Jo, atëherë e minimizon vlerën e shqiptarit. Aq më shumë që ishte realisht në qeveri teknike. Nuk flas për ingerencë. Me kompetenca teknike. Dhe çka bëri ai kryeministri shqiptar, punën e parë bëri i ndroi ministra shqiptar. Ju kujtohet edhe ai periudhë. Flasim pak se koha na iku shumë shpejt, po normal nuk mundesha ta bëj skip shëndetësinë dhe të flasim për çështje edhe pse aty nuk i përfunduam krejt. Tema e fundit që dua ta bisedojmë është rikonstruimi i qeverisë. Kryeministri paralajmëroi që sapo të përfundojnë më thonë çështje teknike për zgjidhjen, strukturimin e partisë më të madhe në vend, pra VMRO-s, do të fillojmë edhe javën e ardhshme edhe me rekonstruimin. Dhe në VMRO përfundoi kjo. Çka do të ndodh në Vlenë? A jeni të gatshëm për rekonstruim dhe cilët janë sektorët që mendoni se duhet t'i ndroni ose po duhet të merrni sektor që janë ndoshta më të rëndësishëm mbas peshës? Çdo parti serioze duhet bën analiza dhe a do të ketë ose nuk do të ketë rekonstruim, analizat për performancën e çdo funksionari, çdo drejtori, çdo personi i cili menaxhon me një institucion janë normale, bile nuk është normale mos t'i bësh. Edhe ne si Vlen kemi bërë analizë për çdo digaster, çdo menaxher në institucion, drejtor, zëvendës drejtor, ministër, zëvendës ministër e kështu me radhë, performancën e çdo institucioni. Dhe tani ma e kemi të qartë, kemi një pasqyrë të qartë cilat janë ministri që jeni më mirë dhe nuk jeni mirë. Tani, pasi që është përpara rekonstruksionit, unë nuk do kisha dashur të hyj në detaje, pasi që edhe jam një prej, le të themi, personave të cilët mbaj post ministër, dhe tani nuk është e njerëzishme, besojnë të flasë cila ministri si menaxhohet. Megjithatë kemi rezultate dhe e dim. Okej, mos e gjikoni ministrin tuaj përveç ministrisë tuaj, cilat mendoni që ose megjithatë nuk do kisha dashur të bëj haptazi të flas për këto, janë procedura administrative politike në nivel të partisë, kështu që ne kemi pasur edhe takim. Kemi pasur takime edhe jashtë Shkupit, kemi pasur edhe takime dhe vazhdojnë të jenë takimet edhe brenda në menaxhmentin e Vlenit, sido që të jetë. Do të thonë çdo parti politike serioze duhet të reflekton dhe ta sheh situatën se ku është, me qëllim që pastaj të riorganizon, të optimizon proceset politike më tej, edhe ne jemi të gatshëm për rikonstruim të qeverisë. Presim që të fillohet pasi që janë 3 parti politike, dini është Znami, është VMRO-ja dhe është Vleni. Pra duhet të ulen liderët e partive politike dhe këto janë çështje pastaj institucionale dhe politike që duhet të analizojnë. Do të analizojnë në bazë të performansave dhe projekteve që duhet t'i kemi. Na kanë ngelur edhe 2 vjet, pra 2 vitet e fundit çdo herë janë shumë më të rëndësishme se sa 2 vitet e para, në aspekt të mbylljes së proceseve, të dhënies së rezultateve dhe kështu me radhë. Pra është një fazë shumë më dinamike se sa ka qenë deri tani dhe duhet jemi shumë vigjilent kush si do të menaxhon dhe ku do të jetë më tej. Unë jo rastisht e ceka se për shembull partia më e madhe në pushtet e i dha prioritet riorganizimit brendshëm dhe pastaj rikonstruimit. Deri tash në Vlenë kemi vetëm një strukturë që quhet 2 liderët, sekretari, nënkryetarët dhe kryesia qendrore, nëse nuk gaboj. Me degët jeni thuajse as kërkundi. Të keni kohë t'i bëni degët? Pra, riorganizimi më i madh. Dhe a keni problem brenda degëve, sepse 1 muaj kaloi nga themelimi i partisë, ende asnjë deg, as kryetar degë ose riorganizimi më i madh është bërë në Vlenë, pasi që nga 5 parti politike tani më është 1 parti politike. Unë kam qenë pjesë
e komplet procesit të riorganizimit të vlendit nga koalicion në parti politike, çdo ditë jemi marrur, nga krijimi i statutit deri te organogrami, analizë funksionale, çdo përshkrim të çdo pune të çdo profili në organogram brenda dhe tani Vleni ka një organogram shumë të qartë të definuar. Është e vërtetë që i kemi vetëm strukturat bazë të organizuara, pasi që tereni kërkon pastaj dalje në teren, po kjo nuk reflekton negativisht në riorganizimin apo konstruimin e formave tjera në qeveri, në drejtori, në zëvendës ministra, në ministra dhe kështu me radhë. Do mund të bëhet të kompletohet si parti para zgjedhjeve parlamentare, qofshin ato lokale ose jo? Gjithsesi. Tani kemi dhënë prioritet, e dini, po të bani 2-3 punë paralele kur nuk janë të lidhura dhe nuk varen njëra me tjetrën, edhe harxhon shumë energji dhe nuk janë në mënyrë cilësore të realizuara. Pra, le të kalon kjo fazë, le të dihet kush në cilën ministri, në cilën drejtori, në çfarë institucione do të menaxhon dhe faza tjetër do të jetë e terrenit, që do të punojmë pastaj me bazën, pasi që baza është atje, do duhet, ju e dini që ne kemi edhe strukturë, do kemi zyra të ndryshme, do duhet ato zyra të bashkohen në një. Thjesht është punë e terrenit e cila do të harxhon shumë energji, po jam shumë i sigurt se kur qasja është nga lart poshtë dhe kur duket që menaxhimi lart shkon mirë, si në aspekt vertikal ashtu edhe në aspekt horizontal, besoj që nuk do të hasim në probleme. That, a keni probleme poshtë, nuk kemi ballafaquar pasi që nuk kemi bërë ndonjë ndryshim poshtë ende. Thonë ende është fazë e cila na pret përpara neve dhe unë nuk besoj që do shkon lehtë, pasi që asnjë ndryshim nuk është i lehtë. Ju edhe në shtëpi kur bani një reorganizim brenda për brenda, po ka edhe debat brenda, po jo në 5 parti politike kur bashkohen në një, po sido që t'jetë, qëllimi është i mirë, qasja është e definuar mirë dhe unë jam shumë i sigurt që do shkon lehtë. A mendoni se do të jeni pjesë e rekonstruimit si ministër? Ose po të bëj pyetje edhe më drejt për drejt. A do të kishit dashur që të mbeteni në Ministrinë e Shëndetësisë ose në një resort tjetër? Pra, narrativi im politik, po ta Ka zëra të ndryshme, unë nuk dua t'i them se janë zëra, nuk janë po ta informacione shihni të sakta. edhe në ministrinë tjetër ku kam qenë, edhe sot edhe atëherë ka pasur pyetje të njëjta, edhe sot me muaj janë pyetjet, vazhdojnë të jenë, normal është që të jenë pyetje edhe kureshtarë të jenë edhe qytetarët edhe gazetarët. Pra, çdo herë kam pasur një qasje në politikë dhe kjo më ka ndihmuar shumë. Pra, kohë zgjatja derisa menaxhon me një institucion është relative. Ajo që ngelen për ty si profil, si menaxher, është punë që i ke bërë në atë institucion. Më besoni, ndoshta duket një narrativ kot politik, për shkak se për mua është shumë më e rëndësishme punët që do të lehen në atë ministri, se sa kohë zgjatja në atë ministri. Dhe besoni që nuk kam harxuar asnjë ditë kohë për të menduar për këtë. Po nga ana tjetër, kur ta merrni se rekonstruimi bëhet në bazë të performansave të ministrave dhe ministrive, Ministria e Shëndetësisë u tregua që nga 4.4 me indeks të besueshmërisë së qytetarëve, pas një viti është me 5.0. Pra, indeksi i tregon që edhe qytetarët tani ma kanë besim në atë ministri dhe kjo më jep mua energji dhe hapa që të vazhdoj më tej për menaxhim të ministrisë. Në fund të ditës, ndryshimet në digastere nuk janë vetëm dëshira apo forma personale, janë institucionale dhe politike dhe për atë shkak do duhet të lihet një periudhë e cila do tulen të gjithë partitë politike në tryezë, do t'i analizojnë rezultatet, do t'i analizojnë ndoshta mundësitë për optimizim, për përmirësim e kështu me radhë dhe në fund të ditës e rëndësishme është çka ke lënë pas teje, jo sa ke qenë aty. Ministre, unë mendoj që kishim edhe shumë tema për të folur, mirë po thash, nuk desha që ta vendos shumë fokusit tana politike, pasi ishit për herë të parë si ministër dhe besoj që të kemi mundësi tjera ta shohim ndoshta edhe para ose edhe mbas rekonstruimit, që të jeni përsëri në studio, thash jo vetëm si mysafir, si në intervistë, por edhe në debat me ekspert të fushës se cilës do t'i përkit nga atë kohë. Unë të falenderoj, jemi jashtë gjithë limiteve, edhe pse nuk kemi kufizime si në televizion, po prap të lëm pak hapësirë që qytetarët me vërtet mos t'i mërzisim. Unë të falenderoj që morët pjesë, po si gjithë mysafirëve, po e shlyej një parim edhe ndaj juve. Cili është mesazhi që do t'ja jepni në këtë moment gjithë atyre që na ndjekin, çfarë do të dinë ato qoftë për Ministrinë e Shëndetësisë, qoftë për ju si përfaqësues politik i tyre? Pra duhet të besojnë në institucione. Nëse nuk besojnë në institucione, duhet të ngrejnë zërin, pse nuk është mirë dhe pse nuk besojnë në ato institucione. Pra qytetarit do të jetë pjesë e krijimit të politikave në shtet e jo të jetë vetëm vëzhgues. Nëse qytetari do të ngel të jetë vëzhgues,
lënë komoditet për politikanët të bëjnë atë çka duan. Pra, kërkoj dhe pres që qytetarët të jenë kritik ndaj meje, ndaj Ministrisë së Shëndetësisë, ndaj Vlenit, ndaj qeverisë, që të përmirësohemi edhe neve dhe qeveria të shkon përpara. Më hapet një pyetje tjetër që më aftë dhe mbylli për fat keq. Deri tash askush nga Vlen nuk e ka komentuar gjithë ato që ndodh në Shqipëri. Ndërsa prej Shqipërisë kishim goditje shumë të fuqishme për Vlenin, sidomos ato mesazhe me fjalor fyes, që pastaj u tentua të shihen sikur nuk janë të vërteta. Ju si e komentoni atë që ndodh në Shqipëri? Pasi që vetë hapet për peshën e qytetarit dhe aktivitetit. Ne jemi qytetar të Maqedonisë, sidomos unë në profilin dhe në formën dhe në pozitën që e kam si Ministri i Shëndetësisë, nuk do të kisha dashur dhe nuk do të kisha mundur të komentoj për proceset në një shtet tjetër, pavarësisht që është shteti jona, janë institucione që neve çdo ditë dëgjojmë lajme dhe na lidhin, në fund të ditës dhe duhet t'u lëm qytetarëve të Shqipërisë të vendosin çka më te. Mua më vjen mirë që qytetarët e Shqipërisë tani janë më vigjilent për çka ndodhen atje, kanë zë dhe zëri mbyllën të gjithë zhurmat politike. Uroj që edhe zëri çdo qytetari në Maqedoni të jetë më i lartë se sa zhurmat politike brenda. Ajo na bën derë neve si politikan, i bën derë edhe qytetarit dhe institucioneve shtetërore. Pra, uroj që çdo qytetar edhe një herë them, në Maqedoni të jetë më i zëshëm, që zëri i tyre të dëgjohet më shumë se sa zhurma e politikanëve. Shumë faleminderit edhe një herë ministër, faleminderit për kohën, për të gjitha, ndërsa juve shikues nderuar, ju falenderoj që na ndoqët dhe bashkë do të shihemi në podiumin e javës së ardhshme. Faleminderit shumë.